Duhet të sqaroj opinionin. Opozita në Shqipëri është në një dhunim konstant të drejtave të saj kushtetuese. Dhe kjo është e njohur tashmë ndërkombëtarisht. Kjo është e sankcionuar në dokumenta ndërkombëtare. Edhe njerë duhet të qartësoj. Absolutisht nuk kemi asnjë kundërshtim për marrëveshjen. E mbështesim plotësisht. Mbështesim plotësisht kërkesën e presidentit Donald Trump për rritjen e shpenzimeve për çështjet sigurisë. Koha i dha atij 100% të drejtë. Partia Demokratike qëndron si forcë politike që ka antarësuar Shqipërinë në NATO, qëndron prapa çdo përpjekje për të mbushur detyrimet tona ndaj NATO-s. Por Edi Rama kërkonte ta përdor këtë marrëveshje për dhunimin e të drejtave për dhunimin e radhës të drejtës kushtetuese të